Arti i shkrimit. E veçanta e shkrimit është se ai i drejtohet një personi, shumë personave ose personave të caktuar në formë të shkruar. Zoti i lartë në Kuranin e Madhërisëm penës si ka dhënë vlerë, madje betohet në të. Betohem në penën dhe në atë që e shkruajnë me penë. Me penë kuptohet çdo shkrim i cili shkruhet me penë. Në këtë mënyrë bëhet edhe betimi mbi të. Gjithashtu, pena dhe shkrimi janë ndër bekimet më të mëdha të Zotit, të cilat Zoti i Madhëruar i dhuroi për njerëzimin, ku nëpërmjet tyre shkruhen ngjarjet e ndodhura dhe kuptimet e fshehura në zemër. Prandaj, shkrimi llogaritet si një ndër bekimet më të mëdha. Format e lartë përmendura artistike janë shembuj të formave artistike të Kuranit, të cilat janë shprehur në stile të ndryshme të arteve të bukura.